Përshëndetje miq të Business Magazine. Jemi në eventin Matchmaker të organizuar nga Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, një event, një kategori e lartë le themi. Kemi këtu sot mbi 500 investitorë të huaj, 200 shqiptar dhe shumë kompani të tjera shqiptare dhe të huaja gjithashtu. Ne si Business Magazine do zhvillojmë intervista me liderat e industrisë dhe me përfaqësues të personave, kompanive që janë sot në këtë event. Unë pa humbur kohë jam këtu me Dhurata Thanasin, e cila sot përfaqëson kompaninë e saj Made in Albania, Çokoal. Dhurata, është kënaqësi që të kem në këtë intervistë. Faleminderit juve për ftesën tuaj edhe konsideratën për ne. Faleminderit edhe juve. Cilat janë ato përshpërit me cilat ju keni ardhur në këtë event dhe që të përfaqësoni një ndër kompanitë më të veçanta le të themi, që janë Made in Albania në Shqipëri. Mund të ma shpjegosh pak se çfarë përfaqëson në vetvete Çokoal? Rreth parë ne ndjemi nderuar që Aida na ka ftuar dhe na ka bërë pjesë të këtij eventi kaq rëndësishëm, ku jo vetëm kompania jon, tashmë një vjeçare, një vjeç e gjysmë jemi ne, kemi hyrë në treg shumë brisht në tetorin e vitit kaluar për të qenë me produktin e parë në dhjetor. Kompania Taste of Albania, kompania është fjalë e madhe, po ne jemi një ndërmarrje e vogël artizanati, por me një dinjitet të madh, sepse kemi sjell më të mirën e Made in Albania dhe mbi të gjitha zinxhirin e vlerave të prodhuesve të vegjël shqiptar. Pra, çdo pjesë e çokoladës son ka në fokus prodhuesin e vogël shqiptar dhe zërin e tyre nëpërmjet kësaj çokolade. Kemi sjell çokoladë ka gjithë bota, si mund të themi, po për shembull e veçanta e kësaj çokolade, ndryshe nga çokoladat e tjera të tregut që janë, është që lidhja unë do ta them embrionale me prodhuesin e vogël shqiptar është në fokus të saj dhe prandaj është shija e Shqipërisë. Nuk është shija e çokoladës, është shija e Shqipërisë. Në çdo pralinë që ne kemi krijuar me grupin e punës son, sidomos me shefin ton të kuzhinës, i cili do përfaqësoj dhe sot do bëj një ekspozim të një pune të tij, ne kemi marrë produktin shqiptar të prodhuesve dhe agropërpunuesve shqiptar të vegjël nga gjithë Shqipëria. Për shembull, çokoladën pralin të Shkodrës, një nga shihet e kemi përfaqësuar me boronicën e Malësisë Madhe dhe kemi sjell prodhuesit që e mbledhin dhe e përpunojnë. Po ashtu kemi vajtur në Tiranë me çokoladën Tirana që përfaqësojnë prodhuesit e vajt ullirit me ullirin kokërbardh të Tiranës, i cili është dhe fara autoktone, është ulli autokton, për të shkuar tek Saranda që prezantojmë me portokallin e Borshit apo Berati me fikun e roshnikut. Pra kjo ka qenë filozofia jon, të mendojmë globalisht, por të si thua veprojmë lokalisht, pra të kemi produkt shqiptar dhe për ta sjell atë në tregun rreth parë, në tregun shqiptar, ku ne jemi fillimisht akoma të brisht, por me pika të fuqishme, siç është aeroporti i cili na e ka kërkuar, apo dyqanet vogla të cilat sjellin suvenire shqiptare dhe promovojnë produktet Made in Albania. Dhe ka pasur një interes të madh edhe nga diaspora, e cila e pëlqen shumë produktin dhe ka kërkuar që të shkojë dhe jashtë Shqipërisë. Për momentin ne kemi nxjerr gati 6-7 produktet e para, kemi sjell produktin 9 që përfaqëson fillimisht produkti i parë që solli 9 pralinat nga 9 qytetet shqiptare, qytete të cilat janë piktoreske, turistike, promovojnë vlera kulture, trashëgimi historike, kulturore dhe agronomike, sepse duhet thënë kjo gjë është pjesë e trashëgimisë popullit ton, dhe pastaj edhe çokolada tjera që i kemi si thua kategorizuar sipas stinëve, apo qytetet më të bukura në stinën e dimrit, qytetet më të bukura në stinën e Beharit ose të pranverës dhe të Vjeshtës. Dhurata, sa e vështirë është të sjellësh në Shqipëri të menaxhosh një produkt Made in Albania? Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që ju keni hasur? E drejt. Në radh parë njerë ne mund ta kishim shumë të thjeshtë që ta bënim produktin me esenca të ndryshme. Ishim dhe brenda edhe si thua rregulloreve dhe normativave të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit, e zgjidhnim shumë kollaj, po sfida jon kryesore, ajo nga ne jemi nisur dhe
pse e pëlqen Çoko Albin, sepse ideja është fantastike. Ide unike, nuk e ka bërë asnjëri, ne kemi kontrolluar, me fjalë, si ide ka filluar që në 2018 me Made in Tirana, por u zgjerua dhe u bë e mundur fal partnerëve me Made in Albania, Taste of Albania, sepse të marrësh një produkt vendas dhe ta ambalazhosh në kuptimin me çokoladë dhe ta sjellësh si një produkt luksi është diçka shumë e vështirë dhe jo në të gjitha fazat në asim vështirësi, sidomos me cilësinë e produktit, me cilin e duhet jemi më rigoroz, sepse produktin, le themi organik, apo produkti i bërë në mënyrë artizanale ose handmade, ka të vështirësi që jo gjithmonë del njësoj, nuk ka të njëjtin standard. Ndonjëherë prania e sheqerit, fjala vjen në Boronica, është më lart një vit, më ulët një vit tjetër në varësi të kushteve klimatike dhe toksore unë jam agronome dhe e nxjerr dhe në këtë drejtim. Kështu që ka këto vështirësi në lidhje me si thua cilësinë, sigurimin e cilësisë, quality assurance quhet në këtë, është shumë e rëndësishme, por dal nga dal ne, duke qenë katalizator ndërmjet tregut, ose ne jemi përpunues dhe prodhuesit primar, kemi punuar shumë me prodhuesin primar për të rritur dhe ai cilësinë, stekën e prodhimit për të arritur dhe për të bërë, le të themi, konkurrues në treg, sepse duke u njohur nëpërmjet nesh, shumë entitetet tjera vend te këta prodhues dhe kërkojnë produktin e tyre sepse është cilësor. E fundit, juve... Edhe paketimin, më fal, me paketimin kemi asur shumë vështirësi, akoma në vështirësi në Shqipëri për të sjell dhe për të dhënë edhe dizajnerëve që i bëjnë konceptin e vërtet çfarë është Çoko Albi. Pra Çoko Albi është shkollë mendimi, nuk është vetëm thjesht një produkt, kupton, është përbashkon shumë entitete, shumë komunitete shqiptare brenda dhe ne atë duhet sjellim në Made in Albania ton, jo ta asemblojmë diçka të huaj, andaj dhe ta asemblojmë këtu ose ta bashkojmë këtu, por të marrim rrënjët, ato që është ajo vlerat e popullit ton, vlerat e artizanatit shqiptar. Dhurata është hera e parë që juve vini në evente të këtij lloji dhe a mendoni se evente të tilla duhet të bëhen edhe në një formë periodike? Unë mendoj që AIDA është në punë, si thua, në rrugë të mirë, AIDA na ka gjithë përfshirë që në fillimet tona në këto rjetëzime, po këto lloj, sidomos bashkëpunimet brenda vendit, por edhe në, le të themi, në rajon ballkanik, sepse ne si thua në Ballkan i kemi ato, si thua, marrëveshjet e para dhe po të fillojmë edhe të lidhim marrëveshjet e para brenda Ballkanit, ku në radh parë kemi kosto transporti më të ulta, kosto taksash më të ulta, transporti që ndot dhe ambientin, sepse ne jemi dhe ndërmarrje green, në fokusin ton kemi patur gjithmonë të qenit green, jemi ndërmarrjet e para që dhe gjithë këto kosto, duke i marrë radh parë njëherë prodhimin vendas, ti ke ulur ndotjen ambientale, duke bashkëpunuar në rajon ti ke ulur patjetër ndotjen ambientale, sepse ri në parametra të përbashkëta edhe të marrëveshjeve të ndryshme që mund të lidhen, po edhe të marrëveshjeve të biznesit që kanë një ekosistem me të njëjtat vlera. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo gjë që dhe patjetër kjo gjë duhet bërë periodikisht, në mos një herë në 6 muaj, po një herë në vit duhet bërë. Kjo është dëshira e prodhuesve apo e ndërmarrjeve të vogla si tonat. Mirë Dhurata, ju falenderoj shumë dhe ju uroj. Faleminderit dhe juve. Faleminderit Faleminderit Business Magazine që na promovoni dhe ju.